Edhe këto provokime të mundshme që paralajmëruan prej kryeministrit në dorëheqje Albin Kurti, kam në linjë të drejt për drejt Shkodrani Merajn, historian. Faleminderit shumë që gjete kohë për Inkuadrim Kompas. Faleminderit shumë për ju për ftesën. A duhet të ketë këso mobilizime dhe policia ka njoftuar se e ka gati një plan operacional që të siguroj mbarvajtje të aktiviteteve pa eskalim situatës dhe të ketë sigurit mjaftueshme në Gazimestan? Çfarë kemi parë herave të kaluar është ka pas edhe arrestime edhe largim të simboleve nacionaliste kundër Kosovës, kundër pavarësisë së saj prej pjesëmarrësve në këto manifestime. Mendoj që manifestimi i Gazimestanit jo vetëm këtë vit, i cili shënohet nesër, por edhe në vitet e kaluara, qoftë nga vitet 90-ta kur është nisë mahet ose të festohet të festë nga serbët, gjithmonë në vazhdimësi është përcjell me ekscese. Sidomos këto vitet e pas luftës të vitit 1998-99 janë përcjell me ekscese, pasi që serbët e pranishëm që kanë ardhur vetëm nga pjesë të ndryshme të Kosovës, por edhe nga Serbia, qoftë edhe Mali e Republika Serbe e Bosnjës, kanë prodhuar ekscese dhe probleme. Dhe në kaluamën e kemi pasur dashur intervenimi i forcave të policisë Kosovës, por edhe më herët i forcave të mikut për të ulur këto tensione. Mendoj që qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm, nuk duhet të vinë prej provokimeve serbe, por natyrisht edhe policia e Kosovës duhet me kry detyrën e saj për Kushtetutës së Republikës së Kosovës, mos lejohet mbajtja e aty në simboleve kombëtare të serbëve, të cilët edhe prodhojnë ekscese, por në njëjtën kohë dhe japin mesazhe politike, të cilat një dëshmitar që i kemi pa edhe në vitet e kaluara, ose në vazhdimsi sa është festuar, po themi kjo festë e humbjes së madhe që ftoi populli serb me 1389 në betejën e njohur të Kosovës. Sot edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar në një formë ndaj këtij paralajmërimi të kryeministrit në dorëheqje Albin Kurti, duke thënë që do të vijë koha kur do të jemi në gjendje të veshim bluza dhe flamuj serb kudo plotësisht lirisht. Pse është kaq me rëndësi edhe për krerët shtetëror kjo festë, por edhe këto udhëtimet që vinë edhe prej Malit Zi, edhe prej Serbisë, edhe prej Republika Srpskas me gjas në Kosovë për ta manifestuar pikërisht në këtë lokacion këtë ngjarje? Ne duhet të kthehemi pak në retrospektiv të kësaj date, e cila ka marrë përmasa, po themi kështu më të mëdha të festimit, është 28 qershori vitit 1989, kur në 600 vjetorin e betejës që koalicioni ballkanik e humbi në përballje me forcat e ushtrisë prandorisë osmane, kishte ardhur vetë kreu më i lartë politik i Jugosllavisë atë ditë në Kosovë. Pra në përbërje të përfaqësuesve të lartë jugoslav që me 28 qershor të vitit 1989 ishin në ditën e Gazimestan, ishte vetë Slobodan Milošević, i cili ishte në krye të lidhjes të komunistëve të Serbisë. Dhe realisht ky kishte disa ditë që kishte marrë këtë detyrë. Përveç Miloševićit, nga zyrtarët e tjerë të lartë jugoslav në këtë manifestim ishte president edhe Janos Drnovšek, i cili ishte kryetari i kryesisë të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, i shoqëruar edhe nga përfaqësues të tjerë dhe nga ata të sekretariatit mbrojtjes, por këtu nuk munguan as figurat, po themi kuislinge politike shqiptare, në krye me Rahman Morinen, Riza Sapungjim dhe Jusuf Zejnullahun. Pra ky manifestim tregoi, po themi kështu, një bashkim të gjithë komunistëve, qoftë jo vetëm serb e republikave të tjera, por edhe komunistëve lojal shqiptar, të cilët dëshmuan dhe kujtuan atë, po themi kështu, fitoren, në realitet ishte humbje e forcave të Aleancës Ballkanike kundër asaj të prandorisë osmane. Dhe duke pas parasysh që i gjithë kreu politik jugoslav në atë kohë ndodhej në Kosovë, dhe duke marrë përmasa që ky manifestim kishte marrë dhe për krajin e kishës ortodokse serbe, sepse vetë Patriku Gjerman kishte marrë pjesë në këtë ceremoni dhe kishte beku
fjalimin e Miloševićit, i cili e paralajmëroi luftrat ballkanike, i cili e paralajmëroi, po them, një degëzotin dhe gjenocidin kundër popujve që jetonin në Jugosllavi, veçanërisht kundër shqiptarëve, normalisht që politika zyrtare serbe e mbron ende këtë linje të politike të Miloševićit të 25 vjet pas luftës. Pra, Por sistemi dëshmitar vetëm ta përmendoj mendimin. I miraj, në ditën e Vidovdanit, thoni që ka qenë piknisje e gjenocidit sërb në Kosovë, edhe në Bosnjë-Hercegovinë, edhe kjo hallakama politike e sigurisë që ka ndodhur në krejt Ballkan. Natyrisht, sepse Miloševići e tha aty, asë një serbi nuk do t'i preket qofta një qime flokëve. Dhe ky ishte kërcënimi politik dhe publik ai që e jepi. Jo vetëm kundër shqiptarëve, po ngjaj gjithë popujve tjerë të Jugosllavisë. Dhe siç e cekan përfundim, ky fjalim i Miloševićit e mori edhe atë bekimin e Kishës Ortodokse Serbe, sepse Patriku Serbi asaj kohe germane bekoi fjalimin e tij me ceremoninë e tij pompoze fetare, duke e lagur qoftë kryqin, flamurin serb, por duhet të përgjigjem vetëm përfundimin e pyetjes paraprake. Ne jemi dëshmitar që 25 vite Serbia nuk ka mund që të hynë ushtarakisht në Kosovë. Tentimi i sulmit të Banjskes, domethënë, kaloi mbi 20 vite dhe Serbia arriti që mante një grupi terrorist ta sulmon territorin e Republikës Kosovës. Pra i ka desh shumë kohë që ta përgatit një sulm të tillë. Unë mendoj që deklarata e fundit që ka dhënë presidenti Vučić në lidhje që ose që ndërlidhet me festën e Gazimestanit apo Vidovdanit, siç njihet në Serbi, është më shumë një mesazh politik për të ruajtur ngjallë ndjenjat, po themi, nacionale të serbëve të Kosovës, sepse Miloševići, sepse Vučići, një ministri i Miloševićit, e din që Kosova përfundimisht është humbë dhe në Kosovë ndodhet aleanca NATO-s dhe është e pamundshme që ata të rikthehen Kosovë dhe është e pamundshme që të rikthehet sovraniteti i shtetit serb mbi Kosovën, sepse atë ka vërtetuar edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, i cili theksoi që pavarësia e Kosovës nuk vjen kundërshtim me të drejtën e ndërkombëtare. Por nëse që Serbia mendon të hyjë ushtarakisht në Kosovë, unë mendoj që institucionet e Kosovës dhe ushtria jonë do të përgjigjet me gjitha kapacitetet e tij, por ne nuk duhet të harrojmë se Kosova ende e ka të pranishëm forcën e NATO-s, respektivisht në Kosovë. Pra qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për këtë kërcënim, po themi, që ka ardhur nga Serbia, sepse një herë për gjithmonë Kosova është të liru dhe ka administrata policia serbe ka ecë nga Kosova me 1999. Këtë desha dhe ta përmbyllim eraj, si duhet cilën qytetarët, nuk duhet të ketë nevojë ndoshta për panik ose të ketë ndonjë tjetër organizim. Policia ka konfirmuar se është në menaxhim të kësaj situate dhe ka plan për të menaxhuar çfarë do skenari të mundshëm që ndodh. Po natyrisht është shumë e nevojshme edhe një mesazh për juve, meqense e njihni si ngjarje dhe organizim të çdovitshëm. Unë mendoj që policia e Kosovës dhe gjithë ne jemi krenar, sepse ka kapacitete të mjaftueshme, jo vetëm kadrovike, por edhe teknike, edhe operacionale për me menaxhu një situatë të tillë. Unë mendoj që nesër gjithë ata qytetarët Kosovë që duhet që e shfrytëzojnë rrugën Prishtinë-Mitrovic dhe bien nga ajo pjesa Gazimestanit, duhet të jenë qetë, duhet mos provokojnë dhe mos jepen shtansë politike zyrtare serbe për asnjë ekces, sa do qoftë i vogël, që kjo çështje të ngritet qoftë edhe në Këshillin e Sigurimit. Po unë mendoj që qytetarët duhet të jenë të qetë, duhet të jenë po themi pas një gojle, sepse në Kosovë në fundit gjendet aleanca me fuqishme ushtarake e NATO-s, e cila që nga vitin 1945 kur është themelu e ka dëshmu fuqinë e saj qoftë edhe ushtarake politike, por edhe ekonomike. Miraj, të falenderoj shumë që u inkuadrove në Kompas me këto shpjegime aktuale dhe historike për Vidovdanin. Faleminderit shumë, Aris,